Larisa Kogdhima na bindi që është shumë e dhënë pas tendencave të fundit të modës e përshtatjeve me stinët. Këngëtarja ka bërë një ndryshim interesant tek flokët e saj. Ajo i ka kthyer ato në një bjonde në gri e mund të themi se duket vërtet super. Arlena Ara postoi këtë foto në të cilën duket se nuk ka asgjë poshtë çarçafit. Bukuroshja ka mbuluar fytyrën ndoshta nga turpi dhe ka uruar e zhveshur mirëmëngjesin. Po foton kush ja bëri? Me kë ka fjetur kjo vajzë? Mirëmëngjes Arlena, dhe vish në një gjë se nuk është aq vap. Aurelia Hoxha ndodhet momentalisht në Miami, Florida, pikërisht në Don Caesar Beach Resort and Spa, një luxury hotel i cili ka mirëpritur Aurelën dhe të pasmet e saj. Bukuroshja ka postuar foto në plazh, foto në ujë e tashmë një foto në një balkon. Sigurisht nuk mund të mos mendojmë për pyetjen, po fotot, kush ja bën? Blerim Destani ndodhet në Tiranë për xhirimet e filmit të tij të ardhshëm me titull Alarm Fur Kopra. Bukuroshi duket tepër i zënë me këtë projekt, por u rebelua dhe festoi gjithashtu ditëlindjen e tij të 34-të. Ne ju urojmë Blerimit suksese në filmin e ri dhe gëzuar ditëlindjen.